Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vëllezër të nderuar, secili i cili vjen në dunja, secili i cili lind në këtë dunja, sigurisht që vjen i zbrazët, vjen duarthat, nuk ka me vete asgjë. Secili njeri në momentin që lind nuk ka as fuqi, as dituri, as pasuri, as ndonjë gjë që i takon atij për momentin, megjithse pas atij momenti ai duhet të angazhohet, duhet të fillon, duhet të mundohet, duhet të ngarkohet me veprat e tij, qofshin ato të mira apo të këqija. Kështu që jeta e njeriut i përngjan një lloj tregu, ku njeriu hyn i zbrazët, hyn pa pas në dorën e tij asgjë, mirë po patjetër duhet të merr ndonjë gjë. Secili prej neve vjen në dunja pa asgjë, mirë po, a do të dalim prej kësaj dunjaje pa asgjë? Jo, patjetër duhet të marrim. Dhe secili prej neve do të marrim, deshtëm apo nuk deshtëm, do të marrim. Kështu që jeta jon është sikur një lloj tregu, që ne do të hym në atë treg dhe na mundsohet që të marrim. Në atë treg do të gjejmë gjëra të cilat kanë vlerë shumë, gjëra të shtrenjta, gjëra të rëndësishme, gjëra të dobishme. Gjithashtu do të gjejmë gjëra të kota, gjëra të pavlera, gjëra të cilat nuk i nevojiten njeriut në asnjë rast, dhe gjithashtu do të gjejmë gjëra të cilat janë të rrezikshme, gjëra të cilat janë të dëmshme për njeriun. Njeriu hyn në një treg ku i ka të gjitha këto gjëra dhe i thuhet atij merr çka të duash. Mirë po, këto janë të dobishme, këto janë të kota dhe këto janë të dëmshme, të rrezikshme. Ti e di, merr çka të duash dhe në fund, kur të dalësh në fund, aty do të pritesh dhe do të llogaritesh dhe do të shihet çka ke marrë ti në atë treg që je futur. Dhe njeriu hyn, dikush i cili është i mençur, dikush i cili i ka parasysh këshillat, dikush i cili i ka parasysh mësimet që jepen në fillim, ai do të mundohet të zgjedh, do të mundohet të merr gjërat më të mira, gjërat më të shtrenjta, gjërat më me vlerë, që kur del në fund, ato të peshohen rand në peshorën e tij. E dikush do të merr gjëra të kota, do t'i mbush krahët, kur do del në fund, sikur ai ka marr shumë gjëra të mëdha, mirë po ato nuk do të peshojnë fare. E dikush edhe më rrezik do të merr, do t'i mbush krahët, do t'i mbush duart, do të angazhohet, do të ngarkohet, do të del i stërmbushur, mirë po në momentin që do të del, do të shihet që ai ka marrë gjitha gjërat e dëmshme, e të rrezikshme për jetën dhe për njeriun. Andaj ky lloj tregu i përngjan jetës së njeriut, i cili do të vjen në dunja dhe do të merr. Merr çfarë të duash. A je në dunja? Po, merr çfarë të duash. Mirë po një ditë do të arrish në fund dhe do të dalësh para Allahut Azza wa Jall dhe do të shihet për secilin prej nesh çka kemi marrë në dunja. Ishe në dunja? Po, me vite të tëra, more çka dëshirove, paraqiti para Allahut Azza wa Jall, e aty do të shohim, dikush do të del me shumë namaze, dikush do të del me shumë agjërim, dikush do të del me shumë sadaka, dikush do të del me shumë punë të mira, e kështu me radhë, dikush do të del mirë po jetën e tij, kohën e tij e ka kaluar në gjëra të kota, në gjëra të pavlera, ndoshta me vite të tëra, një jetë të tërë ia ka kushtuar dëfrimeve, lojrave, gjërave të kota, e mos të flasim për ata të cilët do të dalin para Allahut Azza wa Jall. E ju çka keni marrë në dunja, ata do të paraqesin alkoolin, do të paraqesin zinan, do të paraqesin vjedhjen, do të paraqesin prishjen e agjërimit, do të paraqesin lanjen e namazit, do të paraqesin të këqijat që i kanë bërë në dunja, ndërsa ne, synimi jon është që kur dalim para Allahut Azza wa Jall, edhe ne do dalim bashkë me ata burra, do të ringjallemi bashkë me ata të cilët e shfrytzuan këtë dunja dhe ditën në fund çfarë të marrin. Do të dalin pejgambert e Allahut, do të dalin sahabet, do të del Ebu Bekri, çka ka marrë në dunja. Do të del Omeri, çka mori në dunja, do të del Othmani, Aliu, sahabet, çka morën në dunja, dhe do të dalim edhe unë edhe ti,
Çka do të paraqesim para Allahut Azza wa Jall? Çka morëm ne gjatë këtyre viteve që ishim në dunja dhe çka do të paraqesim kur të dalim në ditën e gjykimit? Ky është mesazhi, të mundohemi të marrim punë të mira, të mundohemi të marrim gjëra me vlerë, të mundohemi të marrim gjëra të shtrenjta që kur dalim para Allahut Azza wa Jall të dalim faqebardh. Nuk i ban dobi njeriut asgjë që e merr në dunja, që mundohet, që raskapitet, që lodhet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri i cili vdes e përcjellin atë 3 gjëra, e përcjell familja, familja kthehet, e përcjell pasuria, pasuria kthehet, e përcjellin veprat e veta. Çka ka marrë në dunja? Ato vepra që i ka marrë në dunja, ato e përcjellin në ditën që do të del para Allahut. Elus Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të marrim vepra të mira e të dalim para Allahut faqebardh, të dalim para Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.